Që e vjen Ramazani që ashti, edhe mush mos mu. Një muj mund me shku pa njënim. Të është subhala, krejt Allah pa njënim që po hapë, së më duket, smutje, smush pa njënim. Mirësi Allah të apëto. Pse? Pse ti ke dasht Allah në madhur ka një derë, a i ka dasht i marë ka një derë tjetër apëto. Aja ka zgjidh derën, një te apëto. A është ma mirë me ta zgjidh, a i derë na me zgjidh ti derën ka kemi i tek Allah gjellë. Ti ke dasht me i tek Allah gjellë nga dera e shëndetit me agjerim. A i ka dasht ti me i të a i nga dera e durimit në sprov pa agjerim. Cëllë është me e mirë apëto? Cëllë është me e mirë apëto? E po që kjo me ndi mirë si jep kuptim e durimit? A me ma qam gjatë, po këtë gjunaat, ja, s'ka lidi ke me gjunaat. Kur vje smundje në Ramazan, pëngjesë, vjen cikli, mëse lidi këto me gjunaat direkt. Mirësi Allahu Gjellewala, me të dru derën e adhurimit, nga dera e falënderimit, do me të fut nga dera e durimit. Kaq. Shkroni të më zëllë. Kur njës pejgamberën për luftën e Tebukut, i nartë e besim të konë, ja Rasulullah, nuk kam as kalli as deve, në Tebuk së shkosh në kom, në pas të tëmë. Edhe pëse pejgamberën që u ka da, një deve, 2 vetë, mund rrua, o me gjithat 5 vetë, një deve së në hypin ato. Po, do është dikush me mitë. Kanar kanë kajtë. Se s'kanë me qka me udhtu për në Tebuk. Pejgamberën që ka thonë, rëni se i të arsëtu minë, i ka arsëtu. Për me u qëcu zemrën, të nëzër, për me u qëcu zemrën. Shkani këtë urësi profetike. E ka mujtë me qëtu që aty, me unë, hatë rjetë, për i thamë se dërshme me i thonë dhe qëka. Jo, kur s'ka një ata e në konë Medine. Ka kalu ata kilometra. Ju ndalë me një vend, ka thonë pejgamberën. Tash, kur ta s'fonin këta, këta që me njerë ta s'fonin këta, këta në metë me dhjetë të kajtë. Ka thonë pejgamberën, këtu një që nadhë, i keni lonë do vlazën Medine. I ka pengu smundja dhe varfnia s'ka unë me konë me juve. Gjdo lugin, gjdo guri, gjdo hap që keni bo, në sevap me juve bashkë kena to. Mirësi Allahut, edhe rinë të shpija, edhe mërë sevap. Mos leja që shejtani me e keq përdor në drejtim të kundërt. Thuj, Allahu e ka caktu, a pëshet caktimi, dhe me ndo mirë për Allahun se aje din ma mirë në qëfar forme duesh ti ato madhru. Jo ti, gjdo shqetësim që e godet besimtarin. Apo smundje, shqetësim apo smundje që e godet. Thot pejgamberën i bin mëkatet si kurse gjithet nga dega. Ti pse vjen në xhami, me të ra gjunaat o Allah, pse shkon qave për gjunaat, që a i në strat për ti jek gjunaat, që po të mu? Ti apo do veç qështu kushta, unë e kam rëndësime shku në gjenet, unë e kam rëndësime në falë gjunaat, a mi falë këto atje, unë tani mos vesën e madhë. A i qëto për të me të kalzu? Tja, po dëmë për qita, po dëmë për turizm e shku në qabe. Jo për sevap. A një për të kalzoj sevap që po të për të allo, që po dëmë ashtë? Në ndi mirë për Allah të parta. Po du me të allo që ti e njës, a e njës ti po usmuva, e ta shka me bo, rëqë të dhe thuj elhamdulillah. Që kjo është mendimi për Allah të parta, i cili edhe smundin e shdhëm në mundësit e adorimit tëmë. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Nëse robi smuhët, apo është në udhtim, Allahu ja shkruan shpërblimin e të gjitha veprave që ka qenë duke i bërë kur u kon shnash apo në vend vet. Ti ke fal 12 rekate namaz nafile në këtu kur e bën, ke fal. Sunet në drekës, të sabatit, kur ti bëj 12 i kembo. Në udhtim mos i fal. Qysh me milion sunetet? Po lejo burë si i kalon pejgamberi sa më lejo do. Ai po thot, ai ke fal kur u kon në vend tën, po. Pse s'mi falë jam në udhtim? Unë e ta do se vapin si kur se mi falë, që po dhe më opta? Te a do me menu ma mirë se Allah për ty që i ka caktuar? Mos i falë, mos i falë, sa i si ka falë? E që kjo është mendim në Allah në Gjellewala. Kur ti edhe kur nuk vepran, por e din se shpërblen i knaqën. Alhamdulillah.